Ne shpeshherë kena lodhje të cilat nuk i flasim. Kena mërzi të cilave nuk ju japim emën. Problematika të rana të cilat nuk i nxjerrim në pa. Mundohna me i majtë mshet dhe për mrena tana gjanat, derisa bahen shumë të rana me shpatuat tona. Na bajnë dëvegjël, na ulin, na masakrojnë për çdo ditë, dhe shpeshherë masakrën më të madhe ja bëjmë na vetvetes tonë, ja shkaktojmë vetvetes tonë. Atëherë një gjatë tillë mandena është frymë edhe nër tjerë. Krishti jo me kot na thton për mu bë dëvegjël dhe lëvdon atin e vet për vogëlsinë e thjeshtësisë tonë, por jo një vogëlsi turpnuese, por një vogëlsi e cila ka nevojë për mbështetje gjithmonë. Ai për ne është vllai i madh, ai për ne është ai që kujdeset, për ne është ai që na merr ngryk, na strehon dhe ndërmjetëson tek Ati për çdo njërin prej nesh. E jani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së ranë, dhe unë do t'ju çloll. Po, shko te Krishti dhe jepi emën barrave tuja, dhimbjeve tuja, lodhjeve tuja, zhgënjimeve dhe çdo gjaje tjetër. Shko te Krishti, sepse ai ka me të lehtësu dhe ka me dhënë mënyrën më të bukur e më të mrekullueshme për me zgjidhë gjithçka, ka me bajt me ty gjithçka, dhe nga ana tjetër ka me dhënë atë lirinë e dashnisë, e cila ty të bën me kenë njëri, gjithmonë njëri, e ma shumë ma afër Zotit për me pështu edhe për me gjetë shëlbimin. Shko e çlollu në Krishtin. Ik e foli për tana problemet, rëndesat, lodhet e vështirësitë tuja, se përveç ti nuk mundet me të kuptu kush. Vetëm ai të ndjen, vetëm ai të beson, edhe vetëm ai din me peshu gjithçka tana.